Është shumë e vështirë ta bëj? Po, për qytetarët. Do të thënë një qytetar vetë bën dot? Për qytetarët, jo, për qytetarët është shumë e vështirë. Në përgjithësi tani sistemi normalisht duhet i nxjerrë vetë të dhënat, sepse nga viti i kaluar përveç të dhënave që mund të jenë automatik. Po, përveç të dhënave, jo, po dhe qerat tani janë me kartat e identitetit, kështu që normalisht sistemi duhet i çojë vetë tek individi. Por përveç të ardhurave që mund të ketë nga Airbnb apo ndonjë të ardhur tjetër që nuk deklarohet në sistem nga individ te individ, atëherë këto raste duhet i vendosi vetë me dorë këto të ardhurat, ti vetë deklaroj dhe në këtë rast do t'i zbriten vlerat. Po në finale pasi e bën gjithë e përfiton vërtet atë 500.000 lekë? Nuk merren lek. Do zbriten nga tatimi që do t'i takoj vitin tjetër. Që të bie më kollaj të bësh evazion se sa ti futesh gjithë festë. Tani asnjëherë shteti nuk t'jep lek. Është shumë e vështirë të marrësh lek nga shteti. Po për çfarë e bën atë çdo këtë premtim? Fiton kaq, fiton aq. Po tani është dhe make-upi. Kemi dhe make-upin që na duhet. Ai ka dalë make-upi. Make-upi ka dalë që një fytyrë të shëmtuar ta bëj të bukur. E qa, disa ekonomistë kanë thënë që në fakt edhe po ta bësh atë që thot qeveria, nuk është se përfiton vërtet 48.000 lekë. Këtë do ta shohim në vitin 2026 se si do procedojnë organet tatimore. Por ligji e thot qartë që brenda 3 muajsh duhet bësh kërkesën. Pastaj se si do procedojnë ata dhe se si do bëhet ky rikthim, këtë do ta tregoj administrata tatimore. Sa mund përfitoj një individ, le themi, që është fasha me shumicën e popullsisë që marrin nga 30 deri në te 1.2-shi, te 12 milionshi. Po sa realisht mund përfitojë ka fjalë? Po 6.000 lekë është, nuk është se ka ndonjë shumë të madhe të reja, 62.000. 62.000 lekë. Po, të vjetra është. Po ti bëj të gjitha, ti plotësoj të gjitha letrat? Ti plotësoj të gjitha, po. Nuk është se ka ndonjë përfitim gjigant. Për ky 480.000 lekë është rasti maksimal. Po, maksimal, domethënë për çdo fëmijë ka 48.000 lekë të reja. Dhe sa do fëmijë të ketë, ai deri në 1.2 milionsh ka 100.000 lekë të reja, 1 milion lekë. Kështu që i zbritet 100 mishja dhe 48 për çdo fëmijë. Më falni se jam çik. Jo, nuk ka problem. Ftohur sot. Ja vlen ta bësh kështu. Ju po të ishit. Sigurisht që qytetarit ja vlen të marrë çdo qindark nga shteti. Në kushtet kur shteti nuk ofron asgjë, duhet i marrësh çdo qindark të mundur. Madje edhe boshllëqet që ka ligji duhet të shfrytëzosh. Kështu tha dhe Trumpi, besoj që. Normal. Kur e akuzuan për mos pagesë takse. Po normal, është normale që nëse ligji ka boshllëk, ti ndaje për ta shfrytëzuar boshllëkun. Kanë ardhur qytetarët ju pyesin se si mund të përfitojnë nga diva? Kam 2 raste që duhet u bëj deklarimin, më kanë dhënë të dhënat e të ardhurave, por ende nuk kam bërë ndonjë. Sot do bëj të parin. Po si funksionon që s'ka sistem tash ndërkohë edhe kjo pjesë? Po tatimori çoku punon. Na ope. Po, por nuk punon fare e Albania, absolutisht nuk punon fiskalizimi, për shembull ka subjekte që janë të reja në aktivitet dhe duhet fillojnë, kanë marrë dhe certifikatën e fiskalizimit dhe kanë të pamundur ta lidhin atë me programin që kanë marrë me platformën për të bërë faturat, sepse nuk lidhin dot të dhënat. Më thënë ata që kanë ofruesit e programeve, të softwareve nuk e lidhin dot. Ngjan pak me Shqipërinë e viteve 90, me të shkruar me defter aty. Po, sipas zërave, domethënë Albania ka rënë që në dhjetor. Okej. Që mbas daljes së skandalit të Akshit, ka rënë pjesë në fillim dhe pastaj derisa ra fare. Po bien copash domethënë. Po, duket si e organizuar, kështu si tip domino. Gjurmësh? Thoni që është shehje gjurmësh? Nuk e di, si ç'a të them, s'mund të them dot gjë, por ka shumë procese që nuk funksionojnë fare. Zëra Liga, faleminderit shumë për informacionin që na përsollte dhe shpresoj të kemi ndihmuar dhe ata që po na ndjekin. Dhe mesazhi është kurseni dhe merrni ç'të mundeni se do i pi vera i tjetër jo. Po, çdo qindark. Më mirë ta pish ti, më mirë unë se ai tha. Po, unë nuk fal asnjë qindark. Ashtu do bëjmë ne, dakord, miq të dashur, mbyllim këtu ka vështirë për ditën e sotme. Bashkëshihemi nesër, deri atëherë çdo qindark, çdo